Prej 2 ditësh, pylli në fshatin Sinic të bashkisë së Devollit është përfshirë nga flakët. Bëhet fjalë për një zjarr masiv që ka shkrumbuar më shumë se 180 hektar bimësi, duke shkaktuar dëme në të gjithë kurorën e gjelbër të kësaj zone. Shërbimet e emergjencave civile si dhe forcat zjarrfikse të bashkisë Devoll janë duke punuar në teren për normalizimin e situatës, por për shkak të terenit të rënduar malor, situata vijon të jetë shqetësuese. Zjarri ka qenë në përmasa të vogla fillimisht në kodrat e fshatit, me të marrë njoftimin, strukturat e emergjencave civile zjarrfikset janë nisur në vendngjarje. Zjarri ka vazhduar me përmasa të mëdha, është ndërprerë ndërhyrja në orët e mbrëmjes, në mëngjes herët ka filluar prapë me mbështetje të gjithë forcave bashkiake. Është vazhduar ndërhyrja gjatë gjithë ditës, por tereni ka qenë shumë i vështirë. Forcat zjarrfikse janë ngjitur vetëm me mjetet rrethanore. Mjetet zjarrfikse nuk shkojnë dot në teren. Por në saj të kushteve të keqe atmosferike, era e fortë që po fryn, e ka riaktivizuar prapë. Forcat janë rikthyer përsëri, por zjarri ka marrë prapë përmasa. Pas izolimit të vatrave të zjarrit, duket se flakët janë reaktivizuar si pasojë e erës së fortë që favorizon përhapjen e tyre. Forcat e emergjencave civile të kësaj bashkie vijojnë të jenë në teren për të mbajtur nën kontroll situatën.